Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Ja dhe të rekorshi, janë 13 minutat e fundit në fakt. Kush erdhi mbrapa me që sheh ande? Unë shoh hije dashur Brigna gjithkohën. Shoh gjinde, si më thënë. Të shoh të shqetësuar. Pse po i Jo, jam shumë i shqetësuar syt? dashur Brigna për situatën luftarake ku Irani, masi foli kryeministri jon, filloi sulmin masiv kundër bazave amerikane. Pra ishte fjala këtij Ajo. tonit po që e çoi situatën Nuk është dash për të qeshur, po drejt pikës pa kthim. mos ka qenë presidenti që ja ngriti nervat apo i ka folur? Kishte provokime, pra ne i provokuam gjithkohën, Ashtu da. por kjo fjala fundit ishte ajo që i dha shpullën, po themi do thoja unë, atë goditjen finale. Blerina, Ku do futemi? ti je e ndërgjegjshme që ky është muaji i fundit pak a shumë i programacionit standard të radios. Po, jam. Radio, si më thënë, vesh brekët sutjena dhe del Rrobat e banjës. dhe del në plazh. Dhe ti di që nesër në emisionin ndryshe ka një emision ndryshe nesër do jetë ndryshe. Mezi po presim të na dëgjoni në ndryshe me Selcanon dhe Elonën. Elonën. Dhe ftoj një herë. Po. Ne ftesën e kemi marrë, po mezi po presim të shkojmë dhe shkojmë. të themi gjëra që nuk i themi dot në këtë emisionin ton. Po, se nuk e dim çfarë do ndodhi. Kam një merak shumë të madh, mos më bëjnë ndonjë pyetje me kurth. Shembull? Po kam shumë frikë se mos më pyesin për shembull pse unë shaj qeverinë. Po. Ose Dhe nuk di si t'ia shpjegoj që unë vetë s'kam pasi probleme me qeverinë. Por unë thjesht ashtu nxehem me gjëra që nuk shkojnë mirë në këtë vend. Pra ti opozita, do thon për shembull ata, mos jeti e vetmi opozitë që na ka ngelur në Shqipëri. Unë jam mediumi. Unë jam gjindi që ky popull përdor për të bërtitur. Dhe nuk kam faj që më përdorin mua dhe bërtas në emër të publikut. Po, ndërkohë që pritet të ndodhin gjëra shumë të mëdha nesër, pritet që të vi Kozeta dhe të qaj. Unë mendoj që unë kam dëgjuar që në atë emision edhe i rrahin njerëzit. I bër o të qeshin, o të qajnë nga vindjet. Shiko, po më ngjan pak si Baba Vanga. Nuk e di, ose ti ke një informacion të brendshëm ose s'di çfarë them. Blinjasisht të thash. Unë mezi po pres që të më ftojnë nesër, pra të vi nesër në radio. Kam filluar të shoh. Deri 24 orë po, mund të shoh se ç'ndodh. Kështu që edhe për nesër kam të qartë pak a shumë se çdo ndodh në emisionin ndryshe. Të gjitha që duan ta takojnë Blerinën prap. Po, nesër në orën 6 kam përshtypjen me 6:08 jemi këtu. Tani Golo, aq shumë e kemi trembur Erma, Micin edhe Davidin sa nuk shkelin më përpara se ne të largohemi, por le të njoftojmë dëgjuesit që me tikur ne të dy, këto krijesa kaq bezdisëse, do vinë dy krijesa, dy ëngjëj të dashura, apo mos e të prova. Ëngjëj, mirë e the. Vetëm krahët u mungojnë. Ashtu dhe. Për lanço. Ndërkohë që ne do përfitojmë nga rasti të lançojmë këngën që na përfaqëson më së miri.